Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala shafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ejma'in. Allah në falenderojmë, salamat dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndartë, në ligjëratën e kaluar kemi filluar në ciklin e ri të ligjëratave, në vazhdimin e shpjegimit të librit rreth besimit, rreth akides së besimtarit, dhe kemi hapur ligjëratën duke folur në lidhje me shtyllën e 6 të imanit, duke folur për kaderin. Dhe kemi treguar në lidhje me kaderin që është caktimi i Zotit apo kadaja dhe kaderi, që ndryshe nëse na pyet dikush se çka mi thon, çka është kaderi, i themi duke ja përmendur ato 4 gradat e kaderit, caktimit të Zotit. Dhe thojmë caktimi i Allahut është ditëria e Allahut, shkrimi i tij, pastaj dëshira e Allahut dhe krijimtaria e Allahut, krijimi i Allahut. Pra el-ilmu, el-kitabe, el-mashia wal-khalq. Këto janë 4 gradat e kaderit për të cilat përkufizohet caktimi i Zotit. Dhe kemi shpjeguar në detaje në lidhje me ditërinë e Allahut dhe kemi treguar se këto të katrat duhet më konë të radhitne. Nuk mund të thonë caktimi i Zotit është krijimi, pastaj shkrimi, dëshira edhe dija, mirë po duhet më konë të radhitne. Mas pari vjen dija, pastaj vjen shkrimi, pastaj vjen dëshira dhe krijimi. Kemi treguar që në lidhje me kaderin, Allahu të lartësuar nuk i mveshet e keqja, nuk i mveshet e keqja. Allahu të lartësuar në atributet e tij, në veprat e tij dhe cilësitë e tij nuk i mveshet e keqja. Ndërsa krijesat e Zotit mund të jenë të këqija në shikimin ton. Apo aty që ka rrjedh për krijesave mund të jenë gjëra të këqija, mirë po kjo është sikur tek Allahu i lartësuar si krijim e jo sikur vepër e Zotit. Pra e keqja rrjedh nga krijesat e Zotit, ndërsa jo nga veprat e Zotit. Dhe kemi marrë atë shembullin sikur ai piktori që e pikturon një pikturë të shëmtuar, të keqe, dhe njerëzit nuk thojnë se piktori është i keq, mirë po piktura, pra vetë që ajo pamja është e keqe, e shëmtuar. Pra Allah të lartësuar nuk i mveshet e keqja. Dhe pastaj kemi treguar në lidhje me ditërinë e Zotit, se ditëria e Allahut është absolute, ka përfshi çdo gjë. Është sikur se qenia e Allahut të lartësuar që është absolute, po ashtu edhe dija e tij është absolute. Pastaj Allahu i lartësuar e ka krijuar lapsin dhe i ka thënë shkruaj, dhe Allahu i lartësuar e ka urdhëruar lapsin dhe i ka thënë shkruaj, dhe është shkruar çdo gjë çfarë do të ndodhë deri në ditën e gjykimit 50000 vite para krijimit të qiellit dhe të tokës. Para krijimit të qiellit dhe të tokës për 50000 vite. Pastaj vazhdon domethënë grada tjetër që është dëshira e Zotit që i bie el-mashiatul kauniyya, dëshira e Zotit e krijimit, që në bazë të kësaj dëshire të Zotit ndodh çdo gjë çfarë ekziston. Dhe kjo dëshirë e Zotit është e shoqëruar ngushtë me urtësinë absolute të Allahut të lartësuar. Me urtësinë absolute të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar çdo gjë çfarë ka kriju e ka një urtësi. E dijmë ne apo nuk e dijmë, kjo është çështje tjetër. Na shfaqet neve urtësia mbas çka fshehet pas asaj krijese apo jo, Allahu i lartësuar çdo gjë e krijon, domethënë e dëshiron që të ndodhë, të vjen në ekzistencë në bazë të urtësisë së Zotit, dhe e fundit ajo grada është e krijimit. E krijimit, çdo gjë çfarë është në këtë kozmos është e krijuar, domethënë Allahu i lartësuar është krijuesi dhe çdo gjë përveç tij është krijesë. Edhe veprat tona janë të krijuara dhe kemi treguar që Allahu i lartësuar krijon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të jo të drejtë për drejtë. Pra Allahu i lartësuar kur e ka krijuar drejt për drejt, e ka krijuar Ademin alayhis salam, e ka krijuar xhenetin. Xhenetin i ka krijuar Allahu i lartësuar me durrët e tij. Ndërsa në mënyrë jo të drejtë për drejtë, pra në mënyrë të tërthartë, është që Allahu i lartësuar Havan e ka krijuar përmes Ademit alayhis salam, përmes bririt të Ademit alayhis salam. Po ashtu neve Allahu i lartësuar na ka sjellë në ekzistencë në saje të prindërve tonë. Dhe ne kemi lind, jemi ngjiz në barkut e nënave tona dhe kemi ardhur në ekzistencë dhe kemi lind. Allahu i lartësuar kur kemi mbushur 4 muaj e ka thënë melekun dhe e ka urdhëruar me fryrjen e shpirtit, shkrimin e xhelit, shkrimin e rrezikut dhe a do të jemi nga të lumturit apo të dëshpëruarit. Kjo është në pika të shkurtra si përmbledhje e ligjëratës së kaluar. Ata të cilët nuk e kanë dëgjuar ligjëratën në mënyrë që ta marrin të plot pamjen apo atë
atë panoramën rreth besimit në kader, I kemi shtjelluar në detaje këto 4 shkallë të kaderit. Pra dijen, shkrimin, dëshirën e Allahut të lartësuar dhe në fund krijimin e Allahut të lartësuar. Në ligjëratën e sotit do të flasim në lidhje me disa keq kuptime apo me disa justifikime të pabaza të njerëzve në lidhje me kaderin, edhe disa keq kuptime të mundshme se çysh mujin njerëzit mi keq kuptu edhe mi keq përdor në farforme besimin në kader. Në veçanti në lidhje me gjunahet. Fillimisht ai lejohet gjunaçarit të arsyetohet që kur ka ra në gjuna, më thonë, ka qenë caktimi I Zotit, pra dikush më shku me bo një gjuna caktun, edhe më thonë, me caktimin e Zotit jem ka bëj. Edhe Zoti ma ka shkru që shtu me ndodhë. Nuk falet, thëtë Zoti ma ka shkru. Ose e bëm filon gjunajin, thëtë Zoti ma ka shkru. A I lejohet ky justifikim, se pari ne do ta bëjmë një parahyrje, se qysh besimtari duhet ta ketë parasysh kapitullin e kaderit edhe që ta kuptoj drejt urtësin në caktimin e Zotit. Fillimisht Allahu I lartësuar thot: Inna Allaha indehu ilmu sa'a. Tek Allahu I lartësuar, vetëm Allahu I lartësuar është e din diturinë për orën e kiametit. Për orën e kiametit, kur do të ndodhë. Wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham. Vetëm Allahu është ai I cili e zbret shiun dhe e din çka ka në barkun e shtatzënës. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Qëtu është ajo poenta e ajetit. Dhe nuk e din njeri se çka do të përfitoj nesër, se çka do të punoj nesër, se çka do të fitoj nesër. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Dhe njeriu nuk e din në cilën tokë do të vdes. Inna Allaha alimun khabir. Ndërsa Allahu I lartësuar është I gjithdijshëm dhe është I gjithnjohës. Ky ajet na shërben neve që mi kuptu drejt çështjen e kaderit. Fillimisht e kemi një rregull. Njeriu, rregulla thot kështu. Njeriu I lejohet të arsyetohet me kader në çështjen e fatkeqësive e jo në çështjen e gjunaheve. Pra njeriu kur t'i bjen një kader, një sprov e caktune, thot ishte caktimi I Zotit. Pra masi që ka ndodhur. Ndërsa kur t'bjen në gjuna, nuk I lejohet me thonë ishte caktimi I Zotit, edhe unë rash në gjuna. Pse? Se kjo është një farë lloj përligje e rebelimit të tij ndaj Allahut të lartësuar. Tash do ta kuptojmë këto drejt. Së pari, para se me hyjë në çështjet, detajet e kaderit, duhet të kena parasysh disa parahyrje. Rregulla parë apo parimi bazë që duhet të kemi parasysh në çështjen e kaderit është që mas pari Allahu I lartësuar është I drejtë dhe drejtësia e tij është e përkryer dhe absolute dhe nuk I bën padrejtësi askujt. Allahu I lartësuar është I drejtë dhe nuk I bën padrejtësi askujt. Dhe kjo është për qëllim që besimtari kur të ndalet dhe pyet pse dikush është udhëzu e pse dikush nuk është udhëzu, pse dikush vdes si I devijum e pse dikush është begatuar me udhëzim dhe ka vdekje të bukur, mbas vdes në sejdë apo duke adhuruar Allahun e lartësuar në ihram apo duke qenë agjërueshëm me kështu me radhë. Së pari duhesh më kthy në fillim. Parimi I parë është dhe rregulla bazë është që Allahu I lartësuar është I drejtë dhe nuk I bën padrejtësi askujt. Janë njerëzit ata që I bëjnë padrejtësi vetvetes së tyre dhe janë ata njerëzit të cilët së pari I bëjnë zullum vetvetes dhe pastaj e marrin dënimin në bazë të padrejtësisë të cilën e kanë bërë, në bazë të gjunaheve të cilët I kanë shkaktuar ndaj Allahut të lartësuar rebelimit të tyre. Pra besimtari nuk ka mundësi. Besimtari që e kupton drejt kaderin, që e njeh mirë Allahun e lartësuar, nuk I lejohet me dëshu as pak, as me shku në mendje, me pas luhatje se Allahu I lartësuar I bën padrejtësi dikujt. Pra kjo çështje është ka marrë fund, është e përmbyllur se Allahu I lartësuar është I drejtë dhe drejtësia e tij është absolute dhe çdo veprim I Allahut të lartësuar është I drejtë. E kupton tash ti apo nuk e kupton urtësinë, kjo është tjetër mohabet. Dhe na thon që dëshira e Allahut e krijimit të Allahut të lartësuar dhe ndodhit që ndodhin në kozmos janë të shoqëruar ngushtë, mas pari paraprihen nga dija absolute e Allahut të lartësuar dhe shoqërohen ngushtë nga urtësia për kryer Allahut të lartësuar. E çka është urtësia? Se çdo gjë Allahu I lartësuar e vendos në formën e duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Pastaj duhet me pas parasysh pra në lidhje me drejtsinë që qiejt dhe toka janë ngritur mbi drejtsinë e Allahut të lartësuar. Dhe Allahu I lartësuar vepron në bazë të kësaj drejtësie. Çështja e dytë është se çdo veprim I Allahut të lartësuar është në bazë të urtësisë së tij të përkryer.
Pra para, Allahu i lartësuar është i drejtë dhe nuk i bën padrejti askujt. E dyta është që Allahu i lartësuar vepron në bazë të urtësisë së tij të përkryer. Nga sifatet e Allahut është urtësia, el-hikme. Nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar është el-hakim, i gjithë urti, gjithë gjykuesi që gjykon drejt edhe vepron në bazë të urtësisë së tij. Dhe pastaj e treta e kemi që besimtari para se të hyjë në çështjet e kaderit, duhet të ketë edukat me Zotin, se ti je rob e Allahu i lartësuar është krijuesi yt. Dhe nuk duhesh që veprimet e Zotit mi qit ti në pikpyetje, se fundi ti je një krijesë e Zotit që duhesh të kesh edeb, duhesh të kesh edukat kur i drejtohesh Allahut të lartësuar apo kur e hap gojen tënde dhe e lëshon gjuhën me folën e çështjes e kaderit. Besimtari duhet të jetë i kujdesshëm kur fol për çështjet e kaderit, të jetë sikurse ai robi me zotriun e tij. E ne jemi rob të Allahut të lartësuar, andaj duhet të jemi të kujdesshëm, të jemi me plot edukat kur flasim në lidhje me kaderin dhe veprimet e Zotit. Dhe pastaj çështja e katërt që besimtari duhet të jetë i bindur në këtë çështje është që udhëzimi i Allahut të lartësuar, udhëzimi i Allahut të lartësuar. Përkraja që ta bën ty me besu, me bëu vepra të mira, është mirësi dhe bujari prej Allahut të lartësuar. Është mirësi dhe bujari prej Allahut të lartësuar. Ndërsa devijimi të cilën Allahu i lartësuar ja u bën krijesave të tij. Ka njerëz të devijuar, ka njerëz të devijuar. A ka njerëz të udhëzuar? Ka njerëz të udhëzuar. Këtë udhëzim e kanë nga mirësia dhe bujaria e Allahut të lartësuar. Allahu ju ka bëu mirë. Prej bujarisë së Allahut të lartësuar, Allahu ka udhëzuar. Ka pa Allahu diçka mirësi në zemrën e tënde, edhe Allahu ka udhëzuar. Allahu nuk pyetet për diçka çfarë po vepron. Mirë, po duhet ta kemi parasysh që Allahu i lartësuar kur dikë udhëzon e ka udhëzuar nga mirësia e tij. Ndërsa nëse dikon e devijon dhe e lën në devijim, kjo është nga drejtësia e tij. Dhe thamë në fillim, drejtësia e Allahut të lartësuar është absolute. Ka mundësi Allah mi bëu diku pa drejt? S'ka mundësi mi bëu Allah dikujt pa drejt. Pra nëse ti e sheh dikon që nuk është ka adhuron Allahun dhe nuk është ka i bindet Allahut, dhe vdes në agjendje dije se Allahu i lartësuar nuk i ka bëu pa drejt atij. Ai ka bëu zullum vetvetes. Nga sa Allahu i lartësuar nuk i bën zullum, nuk i bën pa drejtësi askujt. Drejtësia e tij shkon në vend, është absolute. Ka diçka, ti nuk e din. Ka diçka mes ti dhe mes Zotit, pse ai nuk e ka merituar ose pse ai nuk është udhëzuar. Kjo është shumë e rëndësishme që besimtari ta kuptoj, nga se këtu ty rritet imani dhe e ndjen privilegjin që ta ka bëu Allahu i lartësuar që të ka udhëzuar. Pse dikush është privu dhe nuk i bën në sejdë Allahut të lartësuar, nuk e adhuron Allahun e lartësuar, kjo është për shkak gjunaheve të tij, për shkak ligësisë në zemrën e tij. E jo që Allahu i lartësuar është ka i bën padrejti. Nga se Allahu i lartësuar atë që e udhëzon bi fadlihi, me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, ndërsa atë që lën në devijim, edhe e devijon, është nga drejtësia e tij. Atëherë e keni dëgjuar domethënë në çdo hutbë, themi Allahu i lartësuar e udhëzon dikon dhe s'ka kush e devijon atë që Allahu e udhëzon. Dhe Allahu i lartësuar e devijon dikë dhe s'ka kush që e udhëzon përveç Allahut të lartësuar. Kur ta kupton që para hyrje, atëherë nuk ka keq kuptime me lidhje me këtë shprehje. Nuk ka keq kuptime në lidhje me këtë shprehje. Andaj besimtari duhet të jetë i përulur dhe modest kur e kupton që Allahu i lartësuar ty ka udhëzuar me bujarinë dhe me mirësinë e tij. Ndërsa dikujt që nuk ja ka dhënë këtë mirësi dhe bujari, e ka bëu Allahu i lartësuar me drejtsinë e tij. A mund t'i themi Zotit, pse nuk e udhëzove filonin? Nuk mund ta pyesim, nga se ai që është bamirës nuk pyetet për bamirësinë e tij. Allahu i lartësuar nuk i ka bërgjë askujt. Allahu i lartësuar nuk i ka bërgjë askujt. Allahu i lartësuar të gjithë krijesave, të gjithë njerëzve, edhe gjinëve, askujt nuk i bën padrejti. Të gjithëve jo ka shfaqur argumentet dhe provat që ata të besojnë. Pastaj njerëzit janë ata të cilët në bazë të bindjes, në bazë të logjikimit, në bazë të veprimit të veprave të mira, udhëzohen apo nuk udhëzohen. Dhe e fundit, si hyrje në këtë çështje më rëndësi, në kuptimin e drejtë të caktimit të Zotit dhe mos justifikimit gabimisht dhe mos keq kuptimit të tij, duhet ta kena parasysh që Allahu i lartësuar na ka shfaqur disa prej caktimeve të tij në çështje të detajuara dhe robi din vetëm aq çfarë Allahu i lartësuar i ka mësuar. Disa sene Allahu i lartësuar i ka marrë mshef, mos i lyp këto detaje. Nga se kanë thënë dietarët, el qadar
sirrullah. Kaderi është sekreti i Allahut, mos kërko zbulimin e tij. Mos e kërko zbulimin e tij. Kaç na ka mundsuar Allahu i lartësuar me ditë, kaç veprojmë. E jona çfarë na përket është që kur të flasim për çështjet e kaderit, ato çfarë akoma nuk ka ndodhur, nuk e dijmë çu kanë ndodhur. Nga se Allahu i lartësuar është ai që i cakton gjërat në bazë të dijes, shkrimit, dëshirës dhe krijimit të tij. A muj më justifiku për diçka që akoma s'ka ndodhur, e më shku mi bo qatë gjëna me thonë ishte caktimi i Zotit? S'muj me thonë. Pse se na nuk e dijmë gajbin. Ne nuk e dijmë të ardhmen që shka me ndodhë. Andaj na përpiqemi t'i bindemi Allahut të lartësuar dhe lypim që për Allahut të lartësuar që këtë mirësi që na ka dhënë të na vazhdoj, të na ruaj, që të vazhdojmë derisa të vdesim duke adhuruar Allahun e lartësuar dhe të mos na merr këtë mirësi prej nesh. Të mos na merr këtë mirësi prej nesh. Nga se kjo është nga mirësia dhe bujaria e Allahut të lartësuar. Dhe çështjet dhe detajet pse Allahu i lartësuar ka udhëzu filonin e nuk e ka udhëzu filonin, këto janë nga sekretet që ne nuk i dijmë dhe ndalemi, dhe këtu e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Idha dhukira al-qadar fa amsiku." Nëse përmendet çështja e kaderit, atë ndaluni. Frenoni, pra mos u thelloni në çështjet detajet e kaderit, nga se është sekreti i Allahut dhe nuk e dijmë. Andaj, nëse e shohim një gjunaqar, i cili justifikohet dhe arsyetohet që filon gjunahin e bën me kaderin e Zotit, ne i themi: kush tha ty që o kon kader që ti mi bo këtë gjuna? Kush tha ty që o kon kader që ti mi bo këtë gjuna? Para si mi bo. Kur ta bën, ai thot unë e kom bo me kader të Zotit. E kthehim në rrafshin e kësaj bote, dhe me shembuj të cilët do t'i marrim në dhe në vijim. Ti i ki dy mundësi, i ki dy rrugë, e ki një destinacion. Ta zemi për shembull prej Gjakovës dhe më shku në Prishtinë. I ki dy rrugë. A të detyron dikush më shku nga Klina edhe nga Prizreni? Ti e zgjedh, apo? Destinacioni jot është më shku në Prishtinë. A të detyron dikush më shko nga Prizreni, shko nga Klina? Kërkush nuk detyron. Edhe më thon dikush çfarë shko nga Klina se është rruga më e shkurt, e kanë rregulluar, është shumë më e shpejtë. Ndërsa nga Prizreni ka punime në rrugë, ki mundësi më vonu. Automatikisht, në natyrshme ti e kthyer rruga e cila është më e mira, më e lehta edhe më e shpejta. Pra në rrafshin e jetës së kësaj bote, në jetën e përditshme, ti po din me zgjedh. Po zgjedh ato që ka përshtatet më mirë ti, që të konvenon më shumë ti, dhe i ik asaj që nuk konvenon dhe është e papërshtatshme, është më e vështirë, më e rëndë. Shtaj asaj që më thon dikush me të kërcënu, qëse gjatë rrugës kish trazira, kish ku dione me të kallëzu që kish çrregullime, ti i shmangësh asaj rrugës të rrezikshme edhe më shumë. Kështu është edhe çështja me adhurimet e Zotit. Allahu i lartësuar na ka tregu që veprat e mira, imani, çojnë nga xheneti. Veprat e këqija, gjunahet, çojnë nga xhenemi. Pse atëherë besimtari e zgjedh rrugën e gjunaheve, edhe rrugën e rebelimin ndaj Allahut të lartësuar, ndërkohë që e ka mundësinë që mi zgjedh rrugën e veprave të mira dhe të imanit. E kur besimtari bjen në gjuna, ç'është duhet të veproj? Me kërku falje tek Allahu i lartësuar. Mi vazhdu pendimin tek Zoti, edhe jo me thonë është caktimi i Zotit, edhe u detyrova në farforme unë mi bë këtë gjëna. Jo, se ti e ki dëshirën, e ki vullnetin e lirë. E ki dëshirën dhe vullnetin e lirë me vepru. Ama kjo dëshirë është nën dëshirën e Allahut të lartësuar. Mirë po, ajo çfarë neve jemi të obliguar të veprojmë është se të mos ju ngjasojmë mas pari idhujtarëve. Idhujtarët, Allahu i lartësuar i ka përshkruar në Kur'an, të cilët janë justifikimi tyre është pa bazë, që thojnë Allahu i lartësuar i ka përmend dhe thotë në Kur'an: "Se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay." Thojnë idhujtarët, sikur donte Allahu i lartësuar, ne sikur do të donte Allahu i lartësuar, ne nuk do t'i adhuronim idhujt, nuk do t'i bënim Allahut të lartësuar shok në adhurim. Wala aba'una, as baballar ton, wala harramna min shay, dhe as nuk do të kishim bërë diçka të lejuar të ndaluar. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Kështu Allahu i lartësuar thot, mohanin edhe ata që ishin para atyre derisa e shijuan dënimin ton. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Thuaj, a keni ndonjë provë na paraqitni neve? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Jo, vetëm hamendani dhe jeni gënjeshtar. Allahu i lartësuar ku po i sfidon idhujtarët?
për idhujtarinë e tyre për të cilën po arsyetohen me kader, po arsyetohen me dëshirën e Zotit, Allahu i lartësuar po i thot tek dia, ku e deshit ju se unë e kam shkruar që ju keni më ranë në shirk. Pra njeri nuk e din të ardhmen çka ka më ndodh. Kur e kupton që ka qenë kader, veç masi që të realizohet, andaj edhe hum ky justifikim. Hum ky justifikim se ti e ka dhënë më arsyetu për diçka që akoma s'ka ndodh, thonë ishte caktimi i Zotit. Ku e din ti që ishte caktimi i Zotit? Allahu i lartësuar ti ka dhënë mundësit, pse po e zgjedh rrugën e gabune? Masi që pi zgjedh rrugën e gabune, po thu ishte caktimi i Zotit. Ndërkohë që në çështjet e dunjas nuk po vepron në këtë formë. Po e kqyr rrugën më të përshtatshme, po i kqyr cilat janë mundësitë më të mira në biznes, pse s'po thuhet edhe këtu për shembull ishte caktimi i Zotit. E kemi të qartë, domethënë kjo është ajo e para hyrja për të cilën ne duhet të kemi kujdes në mënyrë që ta kuptojmë drejt. Madje ka ardhur në hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur nga sahabët me një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ja u tregon sahabeve dhe thotë që Allahu i lartësuar ja u ka shënuar, ja u ka caktuar gjithë secilit për ju vendet në xhenet dhe në xhenem. Hadithi është i saktë. قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. Ja u ka caktu, ja u ka shkru vendet në xhenet dhe në xhenem. Gjithë secilit për nesh. Sahabët kanë thonë, nëse është e shkruar ku do të shkojmë, atëherë atilojmë punët, mos veprojmë, mos i qenë ka shkruar që kena më shku ose në xhenet ose në xhenem. Mos i qenë ka e caktuar, atilojmë, mos veprojmë, mos falem, mos t'agjërojmë, mos t'i japim zakatin, mos shkojmë në haxh, mos bëjmë vepra të mira, mos lexojmë Kur'an, mos ta përmendim Allahun. Qenë ka shkruar. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson sahabët dhe na mëson edhe neve. Thot jo. I'malu, veprani, bëni vepra. Fa kullu muyassirun lima khuliqa lahu. Dhe kjo është hadithi bazë dhe rregulla për të cilën ne duhet ta marrim si busull orientuese në çështjet e kaderit. Sahabët kur përpyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që atë mbështetemi tash në kader, ti lojmë veprat, mos veprojmë, s'kemi nevojë mu çu natën, mu fal, ma xheru ditën, me lodh veten, qenë ka shkruane zemrat e bardha, çush mund të thonë njerëzit. Unë kërkuj që më ka i bëj keq. Let bëhet ajo që është e shkruane. Ai dëgjojmë këto shprehje të njerëzve, i dëgjojmë. Madje na shtatë pi besimtarëve fatkeqësisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i tregon sahabeve, thotë jo, këtu dush munal. A më mbështet në kader? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë jo. Çka po thotë? Urdhri, i'malu, veprani. Bani vepra. Fa kullu muyassirun lima khuliqa lahu. Gjithë secilit do t'i lehtësohet ajo për çka është kriju. Ajo për të cilën është kriju. Besimtarit që me lejen e Zotit do të shkojnë në xhenet dhe ju shkru vendi i tij që do të shkojnë në xhenet, do t'i lehtësohen veprat e mira. Ndërsa jo besimtarit do t'i lehtësohen veprat e këqija dhe nuk do t'i bëjë veprat e mira. Allahu i lartësuar thotë: "Wa hadaynahu najdain." Jo kemi treguar rrugët, dy rrugët, rrugën e besimit e rrugën e devijimit, rrugën e xhenetit dhe rrugën e xhenemit. Janë njerëzit ata të cilët e zgjedhin se çfarë do të veprojnë. Po ashtu ka ardhur në shprehje të tjera ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma minkum min ahadin illa waqad ulima maq'adahu min al-janna aw min an-nar." Gjithë secili prej jush, askush prej jush, pa përjashtim, vetëm se e ka të ditur ku do të ketë vendin në xhenet ose në xhenem. Dhe sahabët e kanë pyetur: "Atëherë pse të punojmë?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka tregu dhe ju ka thonë: "Nuk lejohet që besimtari të mbështetet në kader, mirë po duhet të veprojë. La i'malu fa kullu muyassirun lima khuliqa lahu." Jo, mirë po veprani se nga gjithë secilit do t'i lehtësohet për atë të cilën është kriju. Allahu i lartësuar ka përmendur në surën Lejl: "Fa amma man a'ta wattaqa." Ai i cili jep dhe është i devotshëm ndaj Allahut. Ja ka frikën Allahut të lartësuar. Wa saddaqa bil husna. Dhe e ka frikën Allahut të lartësuar dhe dëshmon me vërtetësi. Vërton dhe wa saddaqa bil husna. Dëshmon për vërtetësinë e besimit të tij. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kena me lehtësuar rrugët e lehta, kena me lehtësuar rrugët e besimit dhe të shpëtimit. Wa amma man bakhila wastaghna. Ndërsa ai i cili është kopras. Pra, mas pari i paraprin njeriu vepra, kopracia. Wastaghna, treguohet i vetë mjaftueshëm, mendje madh,
Hun përpjet, wa kadhaba bil husna, dhe përgënjeshtron të bukurën, të vërtetën, besimin, fasanuyassiruhu lil usra, dhe do t'ja lehtësojmë rrugën e ndeshkimit, rrugën e dënimit. Këtu e kuptojmë kur e bashkon ajetet dhe kur i bashkon këto rregullat të cilat i kanë përmendur dietarët, atëherë me lejen e Allahut çdo shibel, çdo dyshim të largohet, çdo paqartësi nga kapitulli i kaderit. Dhe për këtë kemi edhe një hadith tjetër të bukur, hadithin e Suraka ibn Malik, i cili e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur bën vepra, ajo është nga ajo çfarë janë ngritur lapsat, pra është caktu, janë tha fletët, janë ngritur lapsat, pra ka mbaruar çështja e kaderit, pra nga Lauhul Mahfudhi, të cilën e kemi shpjeguar në ligjratën e kaluar, apo fillon me vepra të cilat nuk i ka caktuar Zoti, pra fillon prej fillimit, starton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj dhe i thotë jo, mirë po, nga ajo çfarë janë ngritur lapsat, pra janë nga caktuar, mirë po i thotë vepra se kullu muyassirun lima khuliqa la. Vepra nga se gjithë secili do t'i lehtësohet për atë cilin është kriju. Poenta e këtij hadithi është në fund. Ka ardhur një transmetim tjetër që Suraka, ky sahabi, nga momenti që i ka dëgjuar këto fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka shtuar përpjekjen e tij në vepra të mira edhe më shumë. Edhe kështu është kuptimi i drejtë i kaderit. Sahabët, 4 halifët dhe 10 të përgëzuarit me xhenet, kur janë përgëzuar me xhenet, ai kanë lënë veprat apo i kanë shtuar veprat? I kanë shtuar veprat edhe më shumë. Kur i ka ardhur përgëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Abu Bekri në xhenet, Omeri në xhenet, Uthmani në xhenet, Aliu në xhenet, e 6 të tjerët në xhenet, i kanë shtuar veprat edhe më shumë. Nuk i mbështet në këtë premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që u ka dhënë këtë lajm, këtë siharisht të madh, këtë myshë të madhe që do të jenë në xhenet, mirë po i kanë shtuar veprat edhe më shumë. E prandaj e shohim se Abu Bekri radhiyallahu anhu do të thirret nga të dyert e xhenetit. E dini hadithin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh në sabah, në kohë të hershme të mëngjesit, i pyet kush është ju agjërueshëm? Thotë Abu Bekri unë. Kush e ka vizituar një të smur? Abu Bekri thotë unë. Ku ka gjetë kohë vëlla? Kohë të sabahit një vizituar një të smur. E ka përcjell një xhenazë? Thotë unë. Kush e ka ushqyer një të varfën? Abu Bekri thotë unë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të mbledhen këto cilësi, nuk ndodhet më mbledh këto cilësi te dikush, vetëm se do të hyjnë në xhenet. Abu Bekri ka garuar në veprat mira, mos flasim për sadakën e tij, që disa herë ka dhënë gjithë pasuninë, saqë u dërzoi Omeri radhiyallahu anhu për mu garuar me to. Ai që e ka kuptuar kaderin drejt, i shton veprat e mira. E shton veprat e mira nga se Allahu i lartësuar i ka caktuar sebepet dhe rezultatin e tyre. Dhe e din që nga sebepet që të afrojnë tek xheneti, është imani dhe veprat e mira dhe i shton sa më shumë. Dhe e lut Allahun e lartësuar mi jap përkrahje, mi ndihmo dhe mi jap sukses. E lut vazhdimisht inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, më ndihmo që të përmendi, që të adhuroj, që të falenderoj siç është më së miri. Dhe kështu e kuptojmë drejt çështjen e kaderit. Për mi kuptuar, domethënë justifikimin e njerëzve me kader, atë shembullin e rrugëve e morëm, është një shembull tjetër të cilën e përmendin dietarët, thonë është që nëse ty të paraqiten dy oferta. Njëra me rrogë të madhe dhe njëra me rrogë të vogël. Cilën e zgjedh? E zgjedh ato të voglën dhe thuk me caktimin e Zotit, apo e zgjedh ato të madhen dhe ki dëshirë, ajo shka ty të përshtatet, ka kushtet e mira, ki pagesën e mirë, ki pushime, kështu i ki disa bonuse. S'ka dëshim që të gjithë ne do ta zgjedhnim ato që është më e favorshme për neve. Andaj edhe në çështjet e ibadeteve, edhe në çështjet e gjunaheve, duhet të sillemi njëjtë sikur se sillemi me çështjet e dunjas. Përmendet në një libra të historisë që një hajdut të cilën e kishte zonë Omeri radhiyallahu anhu dhe e kishte pyet pse ke vjedh? Thotë kum vjedh me caktimin e Zotit. Thotë edhe ne po ta prejmë dorën me caktimin e Zotit. Nuk po dalim me caktimin e Zotit. Ajo është arsyetues që ka vjedh me caktimin e Zotit. Thotë edhe ne me caktimin e Zotit po ta vjedhim. Po ta prejmë dorën. Domethënë nuk po dalim pe caktimin e Zotit, në caktimin e Zotit. Mirë po njeriu nuk mundet mu justifiku për diçka që akoma s'ka ndodhur, e nuk e din çka ka më ndodh, me thonë është caktimi i Zotit. Nga se ti në çështjet e dunjas nuk po vepron ashtu. Sikurse për shembull, me tra një sëmundje. Që s'po thot caktimi i Zotit, edhe mos më marrësh të bepet e shërimit për asaj sëmundje. Mirë po shkon, kontrollohesh, i bën analizat, shkon te filon mjeku, 1 javë, 2, 3, te filon spitali, që mu shëru.
E sëmundjet e zemrës janë më primare që na t'i shikojmë dhe t'i rrijmë gati. Që të shkojmë t'i bëjmë kontrolla, t'i këshyrim në aspektin qysh jena me sinqeritet, qysh jena me tevekkul, qysh jena me sabër, me dashuri për Allahun, me shpresë, me frikë prej Zotit. Edhe këto duhet t'i shikojmë, jo vetëm çështjet e sëmundjes fizike. Po ashtu dietarët e kanë përmendur një shembull tjetër, të cilët njerëzit e keq kuptojnë dhe mundohen t'ia veshin Allahut të lartësuar padrejtisht. Dhe thamë që Allah i lartësuar nuk i bën padrejtësi askujt. Allah i lartësuar vepron në bazë të drejtësisë dhe urtësisë së tij të përkryer. Çështjet, domethënë që nuk ka sakt, halos ka ardhur ka deri që unë më fal. Kush ka ku bidin ti që ka ardhur s'ka ardhur. Ti fillon më fal, çka ka deri Zotit. Pse nuk vepron në ushqimin e pijen, njëjtë domethënë, po halos ka ardhur ka deri që unë më piuj. Edhe spinoj. Mundesh me dek etje, apo me dek uni. Ama si të vjen etja, çoa shpinuj. Ti nuk je dalë për saktimit Zotit. Ky është saktimi i Zotit. Mirë po thash, për mi kuptu drejt gjitha këta, duhet mi kuptu ato 4 shkallët e kaderit dhe këto hyrje të cilat i përmendëm, që Allah i lartësuar është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt, veprimet e tij janë të urta me urtësi absolute, nga cilësitë e Allahut të bukura, të larta është el hikme, urtësia, dhe nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar është El Hakim, pastaj që ne nuk i dijmë të gjitha detajet, ne jemi të obliguar të veprojmë, nga se gjithë secili prej nesh do të na lehtësohet ajo çfarë për të cilën ne jemi krijuar. E cilat janë ato frytet që mund t'i marrim nga besimi në kader? Fillimisht është që besimtari mbështetet në Allahun e lartësuar dhe i merr shkaqet dhe sebepet dhe e din që shkaqet dhe sebepet nuk dalin nga kaderi i Zotit, mirë po i merr të gjitha ato shkaqe legjitime të cilat Allahu i lartësuar i ka lidhsu, janë të lidhshme mi vepru dhe i përdor ato dhe i merr ato në çështjet e dunjas dhe ahiretit dhe mbështetet tek Allahu i lartësuar për çështjet e domin edhe dobien. Pastaj si fryt i madh i kaderit është çështja e zemrës. Kur besimtari e din që e ka një Zot që është më i mëshirshëm për to, se sa ai për vetveten e tij. Sa Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm prej krejt të mëshirshmeve. Se Allahu i lartësuar është i drejti në veprimet e tij. Që Allahu i lartësuar don që besimtari më kthy tek Zoti, e don lutjet e tij, e don që kur bjen në gjuna mu pendu dhe me kërku falje dhe madje gëzohet kur robi kthehet, atëherë e din që nëse Allahu i lartësuar i ka caktuar ndonjë sprovë, ndonjë sëmundje, ndonjë fatkeqësi, është privuar nga diçka, e din që është në caktimin e Zotit dhe ky caktim është caktuar shumë herët në histori, 50.000 vite para se mu kriju qiell dhe toka, dhe këtij caktimi i ka paraprit dia absolute e Allahut të lartësuar dhe ndihet komod me këtë caktim. Është në prehje dhe me qetësi e mirëpret caktimin e Zotit dhe pajtohet me caktimin e Zotit. Pastaj kjo i vetëm sa ja shton besimin dhe e shijon pastaj edhe embelsinë e besimit, nga sa Allahu i lartësuar thotë: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Ai që beson në Allahun e lartësuar me besim të paluhatër, Allahu i lartësuar ja udhëzon zemrën e tij. Pastaj ajo tjetra çfarë besimtari e nxjerr si fryt dhe përfiton nga besimi në kader është që e shmang atë vetbetësimin ose atë mburrjen me veprat e tij. Nuk i lën hise vetes e tij që të mburret me adhurimet të cilat është ka ja bën Allahu të lartësuar. Nga se e din që këto e ki si mirësi prej Allahut të lartësuar, prej begatisë së Allahut të lartësuar, dhe vetëm kjo çka ta shton për ulin dhe modestinë për Allahut të lartësuar dhe nuk i lën vetes nefsit që mu mburr dhe mu bë krye lart. Pastaj gjithashtu tjetra është që ajo çfarë ka humb pe shanceve të dunjas qofshin ato. Ka humb ndonjë tregti që ki pas më përfitu, apo je privu nga ndonjë furnizim që të cilin e kisënu, e nuk këtu ka dhez ai biznes, nuk ka dhez, apo kisënu me pas ardhës, po je privu, edhe këto e shëron me caktimin e Zotit. Ata të cilët e besojnë Allahun e lartësuar jetojnë me të vërtetë jetë të lumtur. Ata me të cilët besojnë Allahun e lartësuar me kaderin, besojnë drejt me emrat e bukur të cilësitë e tij të larta dhe e dinë çysh është çështja e kaderit, këta jetojnë në prehje, jetojnë në xhenetin e jetës së kësaj bote. Nga sa Allahu i lartësuar e tregon çështjet e kaderit dhe se nuk ka ndodhur për vetëm se me caktimin e Zotit. Thot Allahu i lartësuar: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Çdo fatkeqësi,
që ndodh në tokë dhe ju godet juve, nuk ndodh që ajo të mos jetë e shënuar në libër. Për cilin libër fjala? Lauhil Mahfuz, në pllakën e ruajtur. Në pllakën e ruajtur, librin amëz, ku janë të shkruara caktimet e Zotit se çfarë do të ndodhin deri në ditën e gjykimit. Dhe kemi thonë, çysh është ky libër? Është pjesa e ghaibit. E dijim që kjo pllak është e ruajtur dhe askush prej krijesave nuk ka dorë në të, as me shtim, as me paksim. Është e ruajtur dhe vetëm Allahu i lartësuar e din. Dhe thot Allahu, min qabli nabra'aha. Do të thonë është shkruar qysh para se mu kriju, para se më ardhë në ekzistencë, ka qenë shkruar kjo çështje. Inna dhalika ala Allahi yasir, kjo është për Allahun e lartësuar e lehtë, likej la ta'saw. Mënyrë që mos dëshpëroheni për caktimet kur ju godasin. Ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Që mos dëshpërohi për asaj çfarë ju kanë humbur prej mundësive dhe të mos gëzohet tepër për atë çfarë ju keni dhënë. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, nga se Allahu i lartësuar nuk i do kryelartët mburavec. Dhe si përfund, besimtari duhet ta kesh parasysh që nëse dëshiron ta shijoj me të vërtetë lumturinë në jetën e kësaj bote, duhet të dorëzohet caktimit të Zotit dhe të jetë i kënaqur me atë çfarë Allahu i lartësuar i ka caktuar atij. E vërtet, e obligueshme është durimi në rast të fatkeqësive, ndërsa kënaqësia është e pëlqyer. Allahu i lartësuar, qysh i ka caktuar të gjitha krijesat këtë harmoni në kozmos në mënyrë të përkryer, dhe çdo gjë nuk del nga caktimi i Zotit, është po ky Zot, ky kujdestar, ky drejtuesi i çështjeve, që ti ka caktuar ato obligimet që mi kry, e mi respektu ndalesat që mi shmang aty ne, ti ka caktuar edhe ato sprova që kanë pas mundësi me të ndodhë. Mirë po Allahu i lartësuar na thot, la tahsabuhu sharrun lakum, bal huwa khairun lakum. Mos e llogaritni për të keqe ajo çfarë ka ndodhur. Përkundrazi, ka mirësi në to. Ka mirësi në to. Dhe kjo në të gjitha fushat e jetës. I kupton apo si kupton ato mirësi, ato hajre që fshihen pas provave, kjo kthehet tek dia jonë e mangët dhe thektësia në shikimin në pamësin ton, ndërsa ne jemi të bindur se Allahu i lartësuar cakton vetëm se hajër për besimtarin dhe kjo është vetëm për veçmas enkas veç për besimtarin. Kur e godet mirësia, falenderojnë Allahun e lartësuar, e kur e godet sprova, e duron për Allahun e lartësuar dhe kjo është hajër për to. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.